NASA nisi misionin Artemis 2. Njerëzimi rikthehet drejt hënës, hapet rruga për një bazë hënore. NASA ka shkruar historik të mërkurë me 1 prill me nisjen e suksesshme të misionit Artemis 2. Fluturimi i parë me astronaut drejt hënës pas më shumë se një gjysmë shekulli. Raketa Space Launch System u ngrit nga Kennedy Space Center në Florida, duke dërguar në hapësirën kapsulën Orion me 4 astronaut në bord të një mision rreth 10 ditë, që do t'i çojë rreth hënës e më pas sërish në tokë. Në këtë mision historik ndodhen komandanti Reid Wiseman, piloti Victor Glover, specialista e misionit Christina Koch dhe astronauti kanadez Jeremy Hansen. Sipas NASA-s, ky është testi më i rëndësishëm i programit Artemis deri tani, sepse do të provojë për herë të parë me një ekipazh aftësinë në raketës SLS dhe anijes Orion për udhëtime më të thella në hapësirë. Ky mision nuk do të zbresë në sipërfaqen e hënës, por rëndësia e tij është gjigande. Ai do të hapë rrugën për Artemis 3, misionin që synon rikthimin e astronautëve në hënë, dhe më tej për planet afatgjata të NASA-s për krijimin e një pranie të qëndrueshme njerëzore pranë hënës dhe përgatitjen e ekspeditave të ardhshme drejt Marsit. NASA paraqet Artemis 2 si hallkën vendimtare që lidh rikthimin në hënë me ambicien për ta kthyer njeriu në një specie që udhton më larg se kurrë më parë. Pra nisja e Artemis 2 nuk është thjesht një tjetër fluturim hapësinor, është rikthimi zyrtar i njerëzimit në epokën e misioneve hënore me ekipazh dhe sinjali i qartë se gara për koloninë hënore dhe udhëtimi drejt Marsit ka hyrë në një fazë të re.